Kryeministri i ardhshëm hungarez Peter Magyar ka deklaruar se Hungaria nuk do të jetë më streh për politikan në arrati. Ai theksoi se bëhet fjalë për Nikola Gruevskin, por edhe për politikan polak Zbigniew Ziobro dhe Marcin Romanowski. Nga LSDM-ja thonë se Polonia tashmë ka reaguar duke dërguar kërkesë zyrtare për ekstradim, ndërsa qeveria e udhëhequr nga Christian Mickoski, sipas tyre ende nuk ka paraqitur një kërkesë të tillë për Nikola Gruevskin. Sipas informacioneve tona, Gruevski nuk do të fitojë azil në Turqi, por po negocion për të zhvendosur në Rusi ose Bielorusi. Pyetja është çfarë çmimi do të paguajë Maqedonia për këtë arratisje. Vlerësojmë se ekziston një rrezik real që Gruevski të shpëtojë sërish drejtësisë për shkak të zvarritjeve institucionale dhe kalkulimeve politike, thonë nga LSDM. Kryeministri Christian Mickoski deklaroi se nëse Nikola Gruevski paraqitet në Maqedoni, organet drejtësisë do të veprojnë në përputhje me vendimin e formës së prerë. Kërkesa e fundit zyrtare për ekstradimin e Nikola Gruevskit është paraqitur në vitin 2019 për të gjitha rastet për të cilat është shpallur flet arrest ndërkombëtar. Kërkesa është refuzuar nga autoritetet hungareze me arsyetimin se Gruevskit i është dhënë azil dhe sipas legjislacionit hungarez, ai nuk do të mund të ekstradohet në shtetin nga i cili është arratisur. Ish-ministrat e drejtësisë në vitet e kaluara kishin paralajmëruar disa herë se kur të krijojnë kushtet, do të kërkohet sërish ekstradimi i tij.